Por ajo që është një shqetësim që ndoshta konsultohen prindrit që janë më të vetëdijshëm, është fjala, a është rrezik për fëmijët e vegjël që shkojnë futboll ose çfarëdo sporti, se u kapëm te futbolli rastësisht, me 5-6 vjeç 7, dhe gjatë ushtrimeve mund të krijojnë muskuj, a pengojnë rritjen? Jo, realisht nuk e pengojnë rritjen. Çdo sport veç që stimulon rritjen. Cilën do moshë që fillon. Fëmijët zakonisht rekomandimet 5-6, në shumicën e vendeve thonë mas moshës 7 vjeçare me fillu, por nuk do të thotë ajo që e pengon zgjatjen në sporti. Përkundrazi, veç e stimulon ende më shumë zgjatjen edhe gjitha këto. Kështu që ato janë më shumë mite. Unë pa marrë parasysh që marrë me futboll, po zyrtarisht kam qenë pjesë e taekwondos, kështu që edhe në taekwondo ka shumë lëndime që sport luftarar, kështu që... Cilat pjesë të trupit lëndohen më shumë me këtë sport? Si do nyjet poshtë dhe kam, po, komplet, janë se është 90% është sport me kam. A ke pas në lëndim të gjatë kohës sa e marrë me këtë sport? Po, kam pas lëndim. Gishtim gjatë jetës e marrë me sport shumë, gjatën jetës si fëmijë, futboll, kam qenë portier, tash jam një portier, jo shumë i mirë, po jam portier. Në këto terminet me kolegin, për të alon brodo. Me kolegin më i mirë, se nuk kemi shumë profesionista portiera, se futbolista po portiera. Po lëndime s'ke pas, po? Jo, në taekwondo kom ushtru dikon rreth 7 vite. Po. Ka qenë sporti që më ka eduku shumë. Atë aspektin, si në aspektin fizik, si mental, si durimit, kështu që më ka eduku shumë. Shumë e mirë me eduku organizmin se cili prej neve edhe që kemi profesione tjera, qofte edhe përmes palestrës, fitnessit, aktivitet fizik, edhe ajo është sportiv dhe... Pa diskutim, sporti, jo rasisht është thonë mendja shëndosh në trup shëndosh. Kjo është logjika e gjithave. Çdo sport të edukon që ti durimin me pas vullnetin, mi pas gjanat ma shumë ka ona pozitive, se për ka ona negative po shojmë boll, po mundu mi pa ka ona pozitive. Që që ajem ka eduku shumë në atë aspekt që mi pa gjanat ka ona pozitive, edhe më shku do thot gjithë shka me mendu pozitivisht, jo gjithë kohën veç negativisht. Absolut, kjo të ka ndihmu dhe në profesionin tënë si ortopedi, një lëndimet shumë më saktë, sepse i ke përjetu dhe i ke... Pa diskutim, shumica e kolegëve që punojmë bashkë, edhe janë marrë më sport ose kanë qenë gjatë sportit gjatë të në kohës, edhe i bashkëndjejmë, qoftë me sportista, i bashkëndjejmë lëndimet, po për fatë mirë jemi një ekip kompakte që gjithmonë jemi bashkë, diskutojmë bashkë për gjithë shka, i kemi edhe kundërshtimet, i kemi gjithmonë me humor, kur kemi mendime më ndryshe, po është mirë se jemi si familje. Kjo ka rëndësi, po më vjen natyrshëm me thonë që në spitalin ku ju punoni në Royal Medical Center, me të vërtet është një frymë e tillë, edhe vlerësohet çdo ditë më shumë nga pacientët të cilët zinxhir janë pacientë që vinë natyrshëm nga referimet me njëri tjetrin. Kështu që është shumë e saktë kjo që sapo thatë.